Se si çdo njeri dhe unë kam pas ato momentet e mia të bukura dhe më pak të bukura, pra po heqim atë termin të vështirë. Kam kaluar disa momente të tilla në jetë, po një ndër më të vështirët, le themi, së fundmi apo vitet e fundit ishte emigracioni, gjë të cilën e nisa në një moshë shumë të jo dhe aq të re, dhe me këtë vendim që mora të detyruar, dënova 2 veta, pra mamin tim dhe veten time, të cilët i lash të 2 vetëm. Ky ishte momenti i fundit, një ndër më të fundit, më të vështirë që kam kaluar, dhe më i vështirë para se të hyj në Big Brother ishte gjendja shëndetësore si me mëje, e cila më dhuroa një periudhë të vështirë, domethënë e përjetova shumë keq. Realisht ato kohë kisha vërtet nevojë të shkoja tek psikologu, po si themi ne shqiptarët, që s'duam ta ulin veten, e gjejmë ngushëllimin tek pija këtu apo aty. Edhe unë bëra këtë të fundit. Do sa bëra gabim që nuk e bëra takimin me psikologun, por nuk e bëra. Kam pasur fatin që kam pas ndonjë shoq afër që më ka mbajtur kështu pëllumbat në kafaz. Dhe këto ka qenë 2 të fundit, le të themi.